produkt i farsës më të shëmtuar elektorale në historinë e Shqipërisë nga viti 90 deri sot, pjell e karteleve të drogës dhe organizatave kriminale nuk mund të kishit kur fillim tjetër përveç se këtij që nisët sot duke i shpallur armiqësi dhe luftë të plot. Mbi të gjitha kushtetutës së vendit, librit themelor, por që për ju ka kohë, që është i letër e vdekur e zëvendësuar nga një parte e fundit nga kodi mafjes, i drogës dhe i vjedhjes, edhe i bigjozit. Nuk ka fillim me armiqësor ndaj qytetarëve shqiptarë që presin që kanë këtë libër si mburojnë e tyre, si mburojnë të drejtave të tyre, të dignitetit tyre, të lirive të tyre, dhe që ju sot në një garë të turpshme e shkelmoni atë publikisht, e përdhunoni atë publikisht në parlament me një sadizëm tipik të narkokriminalëve. Asgjë s'u pengon ju të kryeni këtë krim të shëmtuar, të shkelmoni kushtetutën e cila ka përcaktuar qartë në nenin 83.2, ku vendi me kërkesë të Këshillit të Ministrave ose të 1/5 të gjithë deputetëve mund të shqyrtojë e të miratoj një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Kurse ata që kanë qenë këtu para jush në rregulloren e funksionimit të parlamentit kanë votuar se për shqyrtimin e propozimeve për ndryshim në rregulloreve ndiqet procedura e parashikuar për shqyrtimin e projekt ligjeve. Po ju s'keni as ligj, as kushtetut, as moral. Ju silli këtu para kamerave, para publikut si një bandë me rregullat e mafjes.